Gjirokastra u bë qendër e reflektimit historik dhe dialogut kulturor përmes shfaqjes së filmit dokumentar Gjenerata e imazheve të regjisorit austriak Johannes Grillinger. Aktiviteti u zhvillua me mbështetjen e ambasadës së Austrisë. Dokumentari trajton proceset transformuese që ka kaluar Shqipëria, me në fokus kalimin nga diktatura komuniste drejt një shoqërie demokratike, përmes një stili eseistik dhe një gjuhë filmike poetike, Gjenerata e imazheve, ndërthur materiale arkivore, intervista dhe pamje bashkohore, për të trajtuar një narrativ më të thellë mbi kujtesën kolektive dhe ndikimin e së shkuarës në të tashmen. My name is Johannes Grillinger and I am a director from Austria. Kam realizuar filmin Gjenerata e imazheve, i cili është rreth Shqipërisë, një vështrim mbi të shkuarën dhe mënyrën se si ajo ndikon të tashmen. Në film përfshihen 3 gjenerata, gjenerata më e vjetër, ajo që ka qenë pjesë e transformimeve dhe gjenerata e re, që nuk ka përjetuar komunizmin, por ndjen peshën e fantazmave të së kaluarës. Ky nuk është një dokumentar klasik, por një reflektim eseistik mbi historinë e Shqipërisë. And a very young generation that never had experienced with communism, but still feel the kind of ghost of the past. So it's a reflection that is not classic. Gjatë 4 viteve që kam xhiruar këtu, rash në dashuri me vendin dhe me njerëzit. Pavarësisht së kaluarës së dhunshme, mund të shohësh kaq shumë pozitivitet mes brezit të ri. Një brez që ka potencialin të çojë vendin drejt realiteteve të reja, por të flasim për të shkuarën, mbetet jashtëzakonisht e rëndësishme. Positive things in the people, especially in the young generation. Ky aktivitet në qytetin e Gjirokastrës solli jo vetëm përvojë kinematografike të veçantë, por edhe një mundësi për reflektim të thellë mbi kujtesën, ndryshimin dhe rolin e brezave të rinj në ndërtimin e narrativave të reja.